Gjyqtari Asim Vokshi ka marrë zyrtarisht detyrën si antar i ri i gjykatës kushtetuese pas ceremonisë së betimit të mbajtur në presidencë, duke u betuar mbi kushtetutën. Ai shënoi fillimin e mandatit të tij 9 vjeçar në këtë institucion të lartë të drejtësisë, duke zëvendësuar kryetaren Holta Zaçaj, e cila i kishte përfunduar mandatin që prej muajit prill. Asim Vokshi u zgjon nga gjykata e lartë në fund të shtatorit, pas një procesi votimi ku asnjë nga 3 kandidatët nuk arriti të merrte shumicën e cilësuar prej 3 të 5 të votave. Në këtë kushte Vokshi u shpall fitues automatikisht sipas parashikimeve ligjore. Zgjedhja e tij u kundërshtua nga kandidatja Naureta Llagami, e cila e çoi çështjen në gjykatën administrative dhe atë kushtetuese, duke pretenduar se procesi kishte parregullsi. Llagami argumentoi se një votë dhënë në favor të saj ishte shpallur e pavlefshme, pavarësisht se sipas saj ajo do ta kishte shpallur fituese. Vota në fjalë kishte 2 shenja, një rrethim te numri 2 ku ishte rënditur emri i Llagamit, si dhe një shenjë plus në anën tjetër të fletës, çka çoi në anulimin e saj, por të gjitha pretendimet e saj u rrëzuan nga organet gjyqësore. Pas përfundimit të procesit gjyqësor, presidenti Bajram Begaj priti Vokshin në ceremoninë solemne të betimit, duke formalizuar hyrjen e tij në kushtetuese. Kjo ceremoni shënoi dhe mbylljen e mandatit të Holta Zaçaj si kryetare e gjykatës kushtetuese. Me largimin e saj, institucioni do duhet të zgjidhë një emër të ri për drejtimin e punimeve dhe administrimin e vendimarrjes së gjykatës.